Lusha tregon se është më e mirë buka nënës apo e vjerës. Lusha Salihu ka pak muaj që është martuar dhe aktualisht po qëndron në Zvicër me familjen e saj të re. Ajo në një postim në rrjetet sociale tregoi se është ardhur në Kosovë ku nëna e saj Shyrite Veluli po e pret me ushqimin e saj të preferuar. Lusha në një tavë me specat e mbushur shkruan: "Buka e nanës më e mirë në botë", nga ndjekësit ky cilësuesi dis direkt për vjerën e saj. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.